Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tuaj të preferuar Gatime për fillestarë. Kush më ndjek në Instagram e din që e kam bën një pyetje një ditë se e doni recetën e këtyre pitullave të shpejta dhe ju keni thënë po, kështu që pa humbur kohë vazhdojmë me përgatitjen. Së pari prunin përpjekje dhe millin bëjmë bashkë, pastaj kripën gjithashtu e hedhim tek milli dhe sheqerin tek qumshti dhe do t'i kalojmë në një tas ku do ta formojmë brumin. Pastaj hedhim millin në tasin ku do ta formojmë brumin dal nga dal dhe do ta formojmë një top kështu siç po shihet në video. Por brumi të jetë gati, do ta kalojmë në këtë plastikën ku do ta formojmë së pari pak si top dhe pastaj do ta shtrim. Por brumi duhet të duket kështu si në video, mos të ngjitet. Dhe të vazhdojmë me përgatitjen. Ta formojmë pra siç thash një top dhe direkt do ta shtrim me tholluse ose oklogisi, do që ta kuptoni. Dhe nëse jeni të interesuar për mosat e përbërëseve, më në më shkruani në koment, patjetër që do t'ja dërgoj me gjithçka. Dhe pitën e kemi të hollu mjaftueshëm, më shumë se një gesht mos e të holloni shumë të hollë, sepse pitullat normal nuk e kërkojnë ashtu dhe kemi këtë pjesën për t'i bërë format të rumbullakët, nuk është patjetër mundi me prej edhe si çdo herë, si i prejmë gjithë pitullat në formë trekëndsh, por unë këtë herë preferuva me bë kështu të rumbullakëta. Dhe kjo pjesa që kam mbet normalisht nuk e hedhim, e formojmë prap top dhe e shtrim me tholluse, vazhdojmë kështu procedurën e njëjtë siç e kemi bërë në fillim. Dhe tani kemi orë dal nga dal deri tek fundi i formimit të petullave. Petullat janë gati, këtë të fundit do ta lëmë kështu siç është dhe do të kalojmë te tigani. Tek pjesa e tiganit normalisht nuk kam dashur të humbas kohë në video, por e kam lënë me hëndru më parë tigani, pastaj e kam kalu vajin e tigan sepse kështu pjeken më mirë petullat dhe vazhdojmë me procedurën e pjekjes së petullave. Gjatë viteve që kam përgatit petulla e kam kuptuar një gjë që nëse don me të vërtet petulla të mira, atëherë duhesh me mbush tiganin me pak më shumë vaj. Kurse unë e kam mbush gjithmonë më pak, do të thotë që e kam bën një gabim normalisht dhe këto të dyja nuk shkojnë bashkë. Kështu që më mirë është ta mbushim një herë pak më shumë tiganin dhe të kemi të ham një herë të paktën në javë petulla më të mira. Dhe pra kështu edhe kur petullat janë gati duke u pjekur nga poshtë, na mujna me i hedh kështu nga pak vaj sepër, normalisht vaj nga tigani, kështu siç po shihet në video.
dhe mbasi këto petullat fryen shumë dhe mbesin anash jo të pjekura, kështu që mujna me mbajt pak kështu anash për pak sekunda, se normalisht me njëherë e kap voja dhe pjekën. Është pa lodhje diçka nëse doni pak më të mira dhe më të bukura për pamje dhe më të shishme mundi me bë kështu, por gjithsesi nuk është patjetër, sepse pjekën edhe ashtu. Shpresoj që ju ka pëlqyer videoja. Sot kom fol pak më ngadalë dhe me zot të vogël se jam me grip, por mbasi ju kom premtu që çdo të premte kam me qitë video, plus ju kom premtu edhe për këtë recetën e petullave, kështu që s'mujta me ju lanë me prit, por faleminderit shumë që më keni ndjek deri këtu dhe miru pafshim, shihemi në videon tjetër.